emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndjeshni këtu në Kosovë, rajon e Mërgat. Kam filluar një seri emisionesh, një seri në fakt me disa epizoda emisionesh mbi periudhën e perandorisë romake të Bizantit atë Osmane, si ndodhen këto perandori në Gadishullin Ilirik apo Ballkanik siç quhet sot. Një relievi madh gjeografik i populluar me popullsi ilire, me tradita, zakone, çdo gjë që kishin tipare të njëjta, përpara se të vinte secila perandori këtu në këtë region te Gadishulli Ilirik, vinte me paragjykimin se do të duaj aty në të investonin shumë në emancipim, në civilizime tjera. Në fakt, secila prej tyre që kishte ardhur në këtë region të madh ku popullohej dikur me Ilir, kishte gjetur një lloj civilizimi që ata se kishin menduar fare. Në një situatë dhe mbreti Gustavi i perandorisë romake kishte përfunduar shkollimin ushtarak në Shqipëri, në territorin e sotëm natyrisht të Republikës së Shqipërisë. Në muajin prill, në këtë episod do të flasim për një sektor fushë të veçantë që ka të bëjë me trashëgiminë kulturore, rëndësinë që kishte ajo për historinë dhe si u bë që ajo të përvesohet në mënyrë të dhunshme nga serbët që erdhën këtu diku në shekullin, në këtë rajon në shekullin 7 deri në shekullin 9 apo 10. Kjo është periudha e mesjetës që identifikon ardhin e tyre, zbarkimin e tyre në këtë rajon, si u bë që të përvesohet dhunshëm, po them trashëgimia e kulturës ortodokse artnore nga ana e serbëve. Si u bë që kishat katolike në fakt të shndërrohen në kisha ortodokse të mbretërisë në atë kohë, nëse mund të them mbretëri, në manjatëve të tyre që ishin këto që filluan mendimin e rozëve, natyrisht të kenë hovin e ndikimit vetë në periudhat e mëvonshme. Në Kosovë u hap në prill nisi punën metropolia e ortodokse shqiptare, kisha ortodokse shqiptare, një prej ngjarjeve më të rëndësishme që cilësohet nga historianët në pikpamje të nëse mund ta them të rikthimit të nevojës domosdoshme të debatit në tryeza kudo, dhe jo vetëm politike, të trashëgimisë kulturore ortodokse artnore. Për këtë temë kam të ftuar profesor doktor Enver Hoxhën, një studiues i holli i kësaj fushë dhe Rexha. Enver Rexha. A përshep, profesor, po më ngatrohen dhe emrat më mbrëma. Koleg jemi edhe me kolegun Enver Hoxhaj. Enver Hoxhaj, diskutuam me herët për rolin e tyre që kishin në fakt në bisedimet e Vjenës, profesor doktor Enver Rexha, historia kishës dhe monumentet kishtare ortodokse në Kosovë nga shekulli i 14 deri në shekullin 20, nga historiografia serbe në libri juaj, profesor. I bërë publik studime që keni bërë kryesisht në referencat nga ato që keni gjetur tek arkivat e serbëve, por me qenë që këto ditë, po them përkatësisht nesër është një ditë e rëndësishme, 620 vjetori i ditëlindjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Do doja rolin e tij ta rikthejmë thënë një herë në vështrimin tuaj në kontekstin historik. Faleminderit mas pari për prezantimin edhe për ftesën. Shqo unë pikrisht këtë mendimin prezantimin e bëra me emër të ngatrohuar. Kolegë jemi edhe një fushë jemi edhe në histori. Jo. Edhe ajo është në antik, për ndryshe ekspert, por unë e kom thonë edhe dikun më herët e kemi pas shqyrtim çështjen e 6 majit, që është ditëlindja e krye herojt, krye trimit që quhet në trevat gjithë shqiptare Skënderbeut, edhe unë vlerësoj që besimin në mesjet ka qenë shumë i fortë në Zotin, po feja e krishterë ka qenë shumë e fortë, si katolike ashtu edhe ortodokse, dhe besoj që ka lindë
Skënderbeu ka pas fatin me 6 maj edhe prindrit Gjoni edhe nëna e tij e kanë pagëzu me emnin e festës që festohet Shën Gjergji. Edhe është një legjend që Shën Jeronimi, domethënë shkruesi i parë apo përkthyesi i parë i Biblës në gjuhën latine në shekullin e 4 është shuajt prej popullatës në emnin përkdhelës, në atë kohë nga popullata Adriatikut që e përmendet ti nga Dishulli Ilirik apo Ilirikumi, Shën Gjeri. Shën Gjeri edhe ka met në ato rrëfimet e studiosve apo kronistët brez pas brezit deri më tani, ma shumë me përshkruajnë studios kroat Shën Jeronimin, sepse ka qenë dikun i bazum ka Dalmacia, apo Dalmat me prejon. Ende është atje ai rajon me ato traditat e hershme. Po. Interesante. Çënsi ka nisja e kishës ortodokse shqiptare në Kosovë, profesor Regja? Shqo, është kjo problematike me spjegu në kronologjinë e historisë, sepse por ta ja përgjigjen shkurt mendimin tem. Po. Ne kemi qenë afërsisht shekullin 11. Me fillimin e shekullin 11, populata arbrore, kur edhe dalim me konceptin e shtetit arbëri apo arbrorët apo albanët, gjuha greke dhe latine, sepse ato janë synonime të dy gjuhëve, për të njëjtin term kemi të bëjmë, dikush nacion alban, dikush nacion arbër. Latinët, bota latine nacion albanët, fisi albanuj, bota helene që quhet apo edhe balkanike arbër, kemi qenë në ndikimin e ndarjes së kishës, sepse pikërisht 1450 që atë në gjysmë shekullin dohet rryma Krishterët e lindjes dhe të perëndimit apo ortodoksizmi që i bjen besimtarët e vërtetë në kuptim gjuhën shqipe. Besimtarët e vërtetë. Po, vërtetët. Edhe ajo luftë fillon me fund shekullin e 11, fuqizohet, por është interesant që nuk ka shenja apo dokumente që mbrana 200 vjetë oscilimi apo ligjerimi ka qenë ndrysh. Ka qenë lufta fetare të popullata ka mbet krishterimi klasik. Kolektivisht ka bizotruar. Problemi është shekullin e 14. Problemi është shekulli 14, kur ne pushtohemi në fund shekullit 13 nga një krahin, rasia, roshka zhupani kanë qenë, apo krye krahinar, se zhupan është krahinar, kuptim. Po? Një krahinar, mega zhupani kanë quajtur në atë gjuhë, zhupani i madh, sërbët e quajnë veliki zhupan, ka qenë krye krahinar, krye zhupan. Edhe Nemanjet e fitojnë atë status, baza aty në atë kohë ka qenë te Roshka së Sanxhaku i Pazarit. Historia e përzin nuk e harroj pyetjen që më bënë me ta dhënë përgjigjen. Jo, nuk e harroj. Por është pak e shtjellume, kësi lloj në shkurt nuk dihet në atë kohë, sërbët i marrin sot paraardhës të tyre, mirë po vetë Nemanja, Stefani i parë Nemanja, që ai zhupani i madh, zhupan e krye zhupan. Po. Thuhet që lind në Ribnis, sot në Titograd, malin e Zi. Dhe në atë kohë, mali i Zi nuk ka qenë slav. Jo. As Podgorica, as Ribnisa, nuk ka shënime tjera, edhe pagëzohet Nemanja, pagëzohet prej kishës latine, katolike, tek në moshën 35-6 vjeçare, kur vjen rasia dhe themelohet kisha atyne e pagëzojnë në ritin ortodoks, është një laramani burr 36 vjet, domethënë ripagëzohet me ritin ortodoks, vetë që ai themeluesi i dinastisë Nemanja, edhe popullata arbrore këtu në vend. Se është edhe një fakt interesant, askund dokumente sërb nuk e quajnë Stefan Nemanjić, Stefanin e parë, po quajnë Stefan Nemani, apo Nemana, dikush të nan Nemanja, po Nemani. Fëmijën e tij na e quajnë Nemanjiçi, ja shtojnë shtesën Içi. Po. Njëjtë ndodh edhe me Lazarin. Lazari, që e lën Stefan Lazarevićin, Lazarević që quajnë Stefanin, djalin e Lazarit, por jo vetë Lazarin, me prapashtesën Iç, ofsi Içi edhe të tjera prapashtesa slave. Problemi është
Ne kemi qenë në një oscilim arbrorët, në mes të kishës që ajo ndarja në 14-in shfaqet ma tepër, në mes të kishës latine edhe kishës Stambollit, apo Konstantinopolit në atë kohë, Stambolli ma vënë shumë. Në më thonë perëndim lindje. Populata nuk ka qenë shumë në asnjë dokument e drejtume për, por me objektet kishtare, sepse kom menaxhu edhe institutin arkeologjik shumë kohë, jemi marrë me gërmime, na del që në atë kohë arbrorët kanë qenë në Kosovë po flas, jo Shqipërinë veriore, se Shqipëria veriore ka marrë më shumë katolicizmin që kemi edhe sot. Po, prezant atje. Sepse malet, Alpet e tjera. Por në Kosovë kemi oscilu sipas ndryshimeve politike. Edhe mund të thuhet sot me gjetjet që një 50% popullata ka qenë katolike, 50% ortodokse, ose ka bo ndrim në bazë të pushtetarit. Domethënë ka qenë sundimtar Dushani, nja 27-30, edhe në pozicionet e tina kur e ka kodin që i thojnë këta zakoniku, jap shumë masa të repta për popullatën e cila deklarohet katolike, apo kupton? Mas pari e syrgjunos me hun, që më ditën popull që nuk është ortodokse të tjera, masat e para në zakonikun e para, por në kodin e parë zakonor, në dytin edhe i jap masa astrona sa dhe familjen me ja shpërbë, apo me shit, apo edhe me të drejtën me myt. Ai që nuk shndrohet në ortodoks. Kështu që ka qenë politik e sundimtarve, dhe ajo ka vazhduar edhe në kohën e sundimit osman. Ajo Laramani, derisa në privilegje arbrorët, kur kalojmë edhe shqiptarët. Familjet e njohura fillimisht po? Njohura fillimisht, krye familjarët, për nevoja ma shumë jetese, apo të ikes të tatimeve, apo për privilegje, sepse haras ju shqujt, atër quhet edhe sot një haras, kanë ndru fen, edhe ma vonë gradualisht në brenda 100 vjetë, apo 5-60 vjetë, familjet kanë kalu në kontekst ndrimin religios. Kjo çështja e fundit për këtë, se pak e zgata, problemi i ortodoksizmit të ne, është një problem që shumë pak është studiu popullata raje. Popullata raja, që janë në kuptimin e sot shumë logjik, quhet popullata vendose sërbe në Kosovë që ka qenë para koloniste, para vitit 1920, se kolonizimi i Kosovës bëhet në vitet pas okupimit të parë, lufta e parë botërore, luftat ballkanike 12-13, lufta e parë botërore 14-18, kolonizimi fillon qysh atëherë. Edhe popullata raja, që ka qenë kryesisht e ritit ortodoks, është regjistru për herë të parë në regjistrin 1921 popullat sërbe. Është një kronologji, një popullat vlehe që quhet, sigurisht e din, në mesjet, dalin në skenë shekullin e 12 ka fundi, ma shumë në burimit cirilike slave, shekullit 12-13, ka punu një Zef Mirdita shumë mirë, edhe ka vlasi historiografi në gjuhën kroate librin shumë mirë, ka ndru jetë profesori Zef Mirdita, aje ka trajtu mirë këtë punë, bas tina shumë pak. Me sjeta prof, ka pak studime. Pak studime. Po periudan, në base, s'po thëmë më erët, po me pak studime që i referohet. Besa ma e erët se antika. Edhe ngërmime arkeologjike, shumë interesant. Antika, që merret periuda ma shumë romake, shumë ma e ndryshume është në trevat e Ballkanit se sa mesjeta. E deshta me ta lidh ata popullata vlehe, që nga një njofsi mirë, studios akademik i Vienës, Konstantin Jiriçek, akademik i Akademisë Vienës, fund shekullin e 19, fillim 20-s vdes, 1918, është i njoftën ajo shkruan historinë e bulgarëve, edhe shkruan historinë sërbe. Normalisht me porosite akademive apo shkollave arsimit të tyne, sepse s'kan pas njeri ma të përshtatshëm, ma përgatitun, edhe mirët si alfa omega jo histori. Por qëndron politika ma vonë sot historiografët sërb nuk i njohen rezultatet e Jiriçekut, është manipulim ma pasi dokumenteve, thirrjeve apo edhe i konstruksioneve të reja. E që ajo popullata vlehe,
që Konstantin Jeriçeku edhe Zef Mirdita edhe të tjerë e quajnë popullat ilire, e romanizuar, më pas e slavizuar, e ortodoksizuar. Mbetet në oaza, edhe në kohën tonë, kemi do tërbeshka Macedonia në Kosovë pak, do oaza që quhen do Sinsar, Goran, të tjera në Shqipni po ashtu, apo Frashërlit që në Arvanito Vlah, që quhen, familja Frashërve, në Shqipnin jugore, kanë met oaza, mirë po të ne në Kosovë, që ato oaza që kanë met prej një kohën në ndërmjet trungut etnik që me qujt, kanë kalun trungun ma shumë fetar, në për perioda një kohë jenë qujt Vlah, ma vonë një qujt Raje, për populatës vendose, edhe në fund politika sërbë në Kosovë, po flasë sotshme, teritorin e sotëm, i regjistron sërbë. Edhe është një regull i pashkrum në populatat po ta flas. Ato dokumentet që ata janë vendosur në shekullin 7 dhe në shekullin 19, Danubit fillimisht me justifikimet që të mbrohen nga kalimi i Danubit kalon në 6-7. Edhe luftat plashkise kryesisht vendosja fillon në 7-in shekull, por fillon në territoret knejt Danubi. Në Bullgari ma shumë, sepse bulgart nuk janë popull slav. Bulgarët janë popull this hun. Hun afërsisht tatare, këta mongole janë fisim, bile ka ma të hershmit bulgarë prej hunve janë. Hunët e Atilis para tina në 3-4 shekuj, edhe janë një konglomerat, po rrasë e verë. Edhe ma pas bulgarët i kemi të slavizum shekullin 11. Edhe një konglomerat, se kanë qenë mbretni. Edhe pikërisht kur nda kisha... Kur nda kisha, atëherë ndikimi edhe të ne në Kosovë edhe në Shqipni, edhe në Dalmasi. Si është reflektuar pikërisht në këtë gardishën në liderik? Po, rënja edhe në Malzi, rënja e këtyne oazave të slavëve, që rinë në përbende ku pushtojnë, që njifet si sklavini në atë kohë, në Kosovë, në Shqipni, nuk ka elemente që deri në shekullin e 10 as një dokument, as gjetje arkeologjike deri në 11 nuk ka që ka në Kosovë. Këtë e kam edhe prej historisë sërbe, por jo këto historit politike, që janë viteve 78, 2002, variantin 1992, ribotimet. Ka historisë sërbe edhe ma herët, shkrume që thojnë autor, grup autorsh, është historia popullit sërbë 1953, një vëllim. Ma vonë e kanë bon 10 sot e kanë, sepse ka evolu. Shpjesë e propagandës që kanë bo. Ato thuhet shprehimisht. Po edhe të tjerë autori, jo vetëm ato sërbë, që deri në shekullin e 11, nuk e ki asnjë dëshmi arkeologjike që kemi sklavini. Sklavini jenë quajt oaza sërbë, grupet vogla, 400-500 banor dhe 1000 që jenë vendos. Nuk kemi rastet të tilla të ne, që raportet e kanë pas të lidhur me besimin. Po kanë Greci ma shumë edhe në Macedoni, sidomos në Bullgari, domethënë janë sill rreth neve. Te ne sklavini nuk ka deri në shekullin 11 me dokumente, hiç deri në 12 dokumente historike. Pavarësisht se ishte Bizanti këtu. Pavarësisht. Edhe është një problem këtu tash kur studiohet historia Bizantin perandori. Shtetet slave, kryesisht sot që janë Serbia apo edhe të tjerat edhe Bullgaria, pretendojnë që kanë qenë shtetet të mëvetshme. Jo, ato kanë qenë e botës Commonwealthit Bizantin. Kanë qenë nën atë petk. Edhe ka këso tendenca për konstruksione, besa dhe falsifikim hynë, kur ti se ki një status të mbretnis, se perandori shpallet Dushani, por se pranon askush, ajo vetë shpallje. Por edhe mbretri ka shumë probleme, edhe titulli mbretni. Sepse vetëm një mbretin e manjeve status mbretit ka marë. Pej delegatëve të Romës është Stefani i pari kurorzuar, djali Stefan Nemanjës. Ai që Stefan për Vovençani. Do thuaj, profesor, pak në periudhë, jo, se të pyetja pari ishte çrëndësi ka kisha ortodokse shqiptare sot që është hap në pikpamje të një nisme të debatit në tryeza kudo edhe ato politike për edhe akademike, edhe shkencore për... Unë mendoj që kjo periuda... Për rëndet e trashëgimisë kulturore.
periudha... Që të runë si trashëgimi kulturore e Kosovës, Dardhanës, si me thënë. Është problemi, kjo lidhet edhe me monumentet e trashëgimisë. Sakt. Rrit, po të shuj rrit. Po, ashtu e kam, po. Është një problem që shumë kisha ndërtohen në shekullin 19, në Kosovë një 8-19, nën perandorinë osmane, marrin leje ana e Serbisë, se ajo ka qenë dhe 1878 provincë autonome, edhe ka bashkëpunu shumë mirë me perandorinë osmane, sepse edhe Karagjorgje, kryengritja e pare e 2, Obrenovisht ja hekin kokën Karagjorgjës që ja shojnë dhurat sultanit, ka qenë një, deri e marrin shtetin 1878, statusin e mbretnisë. Kanë qenë shumë bashkëpunëtor edhe kanë shfrytzu situatat, i kanë ble njerëzit. Në perandori kanë marrë leje. Po kështin lidhë dhe me Rosët. Po dhe me Rosët. 7-18 kisha janë të ndërtu me 1850 dhe 1912. Afërsisht, me leje, perandorisë osmane. Edhe populatë sërbe minimum në këto troje, sikur me thonë sot 5-6%, 7-8%, s'ka qenë me madhe numri i populatës sërbe. Ndërtimi i objekteve. Fokusi ka qenë me objektet me ndërtu. Çka ndodh? Prej 1912 deri në 99 me thonë se kemi kishën politike ortodokse në universitet këto, që ndërtuat, që na ka mbetë ato dhunë shumë në masat e kohës apo të dhunës Miloševićit pushtetit që e merr, ndërtohen mbi 52 kisha në Kosovë. Krejt me pretendim me shujt, janë me amna, unë në librin tam me autor sërb, vetëm me pas argument që ky vend ka qenë i sërbëve në mesjet. Domethënë, shekullin e 20 ndërtohen gjithë ato monumente vetëm me dëshmu, janë të faktura me argumente literaturë sërbe. Dikun argumente gërmime arkeologjike, dikun burime historike, konstruksionet e akademisë. Bile, unë e kom qitë ka 2 referenca në do vene për kisha, për ndryshe ka edhe 5-6 e tepër, por është me rëndësi një argument 2 me dhone, ka argumentet mjaftueshme. Referenca tjera për cilëse. E tash kisha ortodokse të ne, ortodokse shqiptare në Kosovë, që po vendoset themelet, unë mendoj që të vakum 150 vjetë, sa kanë pas pushtet të tjerët, edhe ne kemi qenë të okupum, dihet, prej pushtetit perandorak, Osman kalojmë në pushtetin në luftra, pushtetin e mbretnisë, SKS, ka qenë mbretnia Kroato-Slovene, kalojmë në Jugoslavinë e vjetër, pas sapet në Jugoslavinë e re, prap një ku autonomi, Kosovoj Metohia dhe në 68-in Kosmet, tanaj Kosova emni, edhe në 74 të Krahina. Emni Kosovë në toponime, kur datën? Emni Kosovë datën me betejën e Kosovës, lidhët unë e komponu. Kam botim veçan për emnin Kosovë në zjerin slavë, nuk ka të bëj me slavishtën, ka të bëj me ndrimin e shqiptimit, sepse banorët, sidomos Drenisa, kom ledhë shënime, deri në fund shekullit 19 e shumë Kasov. Edhe në gjuhën latinishte, që kemi mjekesh me thonë profesor, po nuk kemi specialist latinishtës. Shumë pak e hish. Që shumë më rëndësi. Shumë pak e hish, bile ta zhuën helenistikën, shumë e domosdoshme, edhe, apo bizantine, që shuën, bizantinishtjas në mesjet, edhe latinishtën ne kemi me shumë pak ekspert. Kënë pa qarë pëse s'kan investu, une nuk janë zonë fort për të madhe Universitetit Prishtinës, sepse kemi qenë nën pushtim, edhe s'kan bujt me të lanë, do me dhonë kemi qenë edhe kur themeluat universiteti, pej fakulteteve të para, 70 e nalë, ka kontrolu pushteti tjetër, po në Shqipni është dashtë me qenë baza. Shqipnia ka pasë gjitha kushtet me kriju bizantologe, osmonologe, se edhe osmonologe. Osmonologe jënë 5-6, pëse unë s'jem kundër tyre, por... Një 2 jënë pak më të mirë, se kemi na edhe historiantë me sjetës, dikush ka nivel shumë më të avansum, dikush ma mesetar ose 3 të kohës periodave. Problemi është nuk kemi shku në hap me kohën, edhe nuk kemi mendu me bo diçka të madhe me i hek do barriera në histori, që po na jesin peng. E tash që kjo 150 vishit që kështu thonë, na ka mungu neve më riorganizu, sepse kemi qenë të pushtuar edhe në luftë për jetën, çdo herë, sepse vazhdon kolonizimi sërb mas luftës parë botërore,
ikja shpërngulja shqiptarëve me 100.000 në për Turqi, deri edhe mas luftës dytë. Po, ikja shpërngulja u bë me një marrëveshje që kishte bërë. Edhe Turqia Ataturkut që kishte vazhduar. Gjithsesi, ato marrëveshja edhe çuhet e fundit edhe gjentelmene që për t'i mësuar gjithë atyre që mbasi i trajtojnë si turq të shqiptarët e islamizuar, i trajtonin si turq që depërtoheshin për në ose e praktikisnin vendin për në Turqi. Që ju e dini po përshishus. Deri në vitin 1921, regjistrimet nuk janë bën në bazë të etnitetit në Ballkan, në bazë të fesë, religionit. Sa janë musliman, sa janë katolik, sa janë ortodoks. Ata janë shujt popullat ortodokse, katolike dhe muslimane. Do me thonë, jemi shumë vonë, 100 vjeçin e fundit. Edhe tash ato është problemi, është një problem shumë i madh sa banori ka pas Shqipëria në 4 vilajetet. Por kështu ka qenë jeta, na nuk mujemi me zbo, po mundimi me kundër argumentu, ose me argumentu të kundërtën e të tjerve, që kanë fillu pjesërisht pak. Nuk jemi bashkë të qalu ashtu që kemi qenë tërt, por është e domosdoshme sot. Ti kemi pak historisë. Po, historisë. Ta kemi sot se me kishës ortodokse shqiptare edhe në Kosovë, sepse janë monumentet që kanë funksionu. Sepse unë nuk e pranoj faktin që mundohen me dhanë historiografia sërbe, që objektet e krishtera që janë sot në Kosovë janë sërbe, nuk ka të bëj fare. Fare me atë logjik s'ka të bëj. Kishat katolike, së shëndruan ortodokse? Edhe shëndruan ortodokse me okupimin. Ka raste për shembull që në themelet e Patrikanës, Deçanit, Graçanisës, të Arkanxhelit që është te Prizreni, edhe të Bojsës, gjitha janë lokalitete antike, edhe janë bazat e kishave të mëhershme. Zbulimin e ri Ulpiana ato që Ulpiana mos kemi çfarë bëjmë Ulpiana suhet edhe Liplian gjatë mesjetës sepse slavizojnë toponimin mirë, po ajo është lokalitet tipik puro Dardan. Dardan. Edhe vendbanimi është para romak. Shtresat shumë para romak. Ma pas vjen edhe ndikimi i periudhës romake, kultura, ndërtimet, arkitektura, sepse kanë qenë më të zhvilluar në arkitekturë. Edhe ato planimetrit që në bon qytet që i kemi vinë e ujit, ujrave të zeza ato. Në atë kohë, mënyra e organizimit tjetër, arkitektura, si jeton edhe kullat mbrojtëse të qytetit. Kullat mbrojtëse, edhe kjo zbulimi që bën në Vuçak, zbulime tjera në Dresnik, Harilaçe, Kështilla e Prizrenit kalon. Mbase Kështilla e Prizrenit, e Korishës atje ka shumë. Me Novobërdën jemi pak në hall. Po? Por se ka metë edhe problem politik ka metë që kjo që ka metë edhe në dëme, tu bo që 4-5 vjetë po përsëritet, pej 2019, e ke po dëmet që jenë bon në ndërtimin, restaurimin. Restaurimin mundin e jashtëm atë. Po kanë ra, ka kalu ajo procedurë pse kanë ra, e kanë pranu edhe organet tona, por problemi është pse nuk i dham na mjetës se që 3 vite ka qenë detyrume prej UNESCO-s, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me restauru edhe është marrë një lloj pengu me shujt, apo është detyru kompania që e ka bo pa mjetë shtesë me bo ripunimet, restaurimi. është ndalë prej politikës. Për fatkesh kjo politika aktuale nuk e ka, sepse ajo është projekt me UNESCO-n. Ajo është projekt që është fillun nga UNESCO-ja, edhe ka mbet në mshiren pak unë e muj me shujt të njerëzve të pa përvoj në këtë punë. Total të pa përvoj edhe të e lidh politikisht. Vetëm një element po ta jap. I kupton që ti ministri Tajrullah Qeko, mos e lidh politikën në këtë rast sepse ki me humbë, sepse është UNESCO, edhe paret e bashkimit evropian jenë konë 1.100.000 euro për më bo ajri restaurim. Këta hynë në politikë edhe mbetën edhe sot monumenti vesh, po degradohet ma shumë edhe vesh është të ra ma shumë për shkak të problemeve. Me civilizim me rëndës për të hershme. Unë menoj të njerëzve të pa pregaditun profesionalisht për me të rejtu gjonat të tila. Unë ju këmë thonë tonë kuon, mos se politizoni Kështjellën, qytetin. Edhe pse sërbët e politizojnë e thonë qytetin maj madhen këto treva mesjetarë sërbë, nuk ka të bëj me atë. E kom gati punimin, besoj këto ditë për herë të parë një, vesh po për reklamoj pak vetën. Nështë nuk është... Paj, ty me profesor, ju s'ket nevoj për reklami se në komunitetin tuaj edhe në projekt njëni se njeri kontributori i shkencës. E kom punu
për herë të parë del një liber për një lokalitet antik, apo një vendbanim antik. Se këta shujnë mesjetar, por unë e kom dokumentet antik. Shqishon, ne shujmë në vëbërdën antik, shumë studios. Asë një argument se kanë, kolegët e mi. Ta është do t'i bjem argumentet. E shujmë me logik, edhe me referenca nuk kam pasur. Referenca nuk ka që është antike. Deri me tani, unë kom gjetë edhe ceramik, material arkeologjik të ujshëm, kom edhe dëshmi të studimeve që kanë bo sërp ma herës, kur kanë qenë ma pak nacionalist, kur kanë qenë ma tepër studius, se sa pretendent të studimeve apo të shkencës me ndikim nacionalist, edhe kom dokumentet kohës që e dhonë edhe një histori geografike ku ndodhet qyteti Novobër, zhvillimin 13-14 shekull, 15 që e ka nivelin ma të lartë, edhe kom gjetë periudën për e shekullit 4-5, një përqindje e vogël e keramikës, 6-7 për plot. Në më dhënë material që është një kështjel e antikitetit, apo periudës Justinianit, sepse ato zhvillohen kështjelat, rindertohen, 6-9, 8-9 ndërtohen 3-ja, mos t'i gaboj, po qashtu është diçka, edhe atu i kemi themelet. E problemi është që nuk i kemi dhonë argumentet me kohë, tash dalin gradualisht do prej me, do prej kolegëve të mi, do studiosve edhe rreth Kosovës. Profesor, në një artikull në vitin më parë keni thënë se dhënat historike tregojnë që trevat ilire shqiptare kanë hyrë në literaturën sakrale. Pikërisht që nga koha apostolit shëmparit, shekullin e parë, nga i cili kemi dëshmit. Kështu, prej Jerusalemit e ke cituar rreth e për qark deri në Ilirik, e kam kryer plotësisht detyrën time të përhapjes së lajmit gëzueshëm mbi Krishtin, me zyrtarizimin e krishterimit sipas ediktit të Milanos me 313, po kur organizimi kishtar u legalizua edhe në treven e Dardanis, Kosovës. Së sotme. Po, kuptojmë se përmes statusit veçantë administrativ juridik, Dardania do të ketë edhe qendrën e një peshkfis ose mitropolin të saksinuar me koncilin e Nikes të vitit 325. Po. Pyetja është, do me thonë, para se të vinin romakët, para se përballemi me prandorin, me sundimin romake, bizantine, Osman. A ka dhona që dëshmojnë se sa ndikuan këto tre, nëse më thënë perandori në gjurme që lanë? Çfarë lloj gjurme lanë tek Gadishulli Ilirik, tek Ardmorët? Si ndikojnë, nëse më them, në asimilim? Ose si u përballen ilirët realisht, profesor, me kush ndikoj që ata të përballen, të rezistojnë kulturave të jashtme? Të tjera, është interesant se është histori shumë e gjatë na e marrim prej neolitit, do më thonë koha e re e gurit, që është ajo kultura para helene, para romake, edhe periudha metaleve. Metale, do më thonë 3200 para erës, deri në kohën e hekurit 1200 që vjetë deri në shekullin e 5 kur mjerët antika. Ashtu ndahet ajo periudhë. Deri në shekullin e 5, apo antika klasike, periudha klasike e antikitetit, atu dalin populatat e para këtij regioni, Helenët, Ilirët, këta para italianët, Italet apo Etruskët. Etruskët, po. Këto janë populatat që në formë hynë Roma, apo bota latinitetit. Do më thonë romakët, Helenët edhe Ilirët. Edhe këto ndikime kanë pas edhe karakter luftrave, po kanë pas edhe karakter tregtie, edhe paqeje her pas her. Në atë kohë nuk dihet për bashkëjetesë, por mendohet që ilirët kanë qenë fise, edhe kemi pas edhe luftra, ato argumentohen historinë mes vete, por nuk janë martu shumë me populatat të tjera. Domethënë fise me fise dhe kanë ndrujt një farë unitetit të mbrëmshëm, homogeniteti kulturor. Homogenitet kulturor, edhe i mbijetesë besa, sepse edhe fiset deri vonë kanë mbrojt, madhësia kanë mbrojt edhe individin brenda fisit. Edhe ka qenë një lloj ligji, një lloj kanuni që i kanë mbrojt populatat kur s'ka pas pushtet. Kjo ku e ka mbrojtur?
Unë mendoj ekspozimi, shumicën e rasteve studiues të japin të këtij lloji. Kanë jetuar në fise edhe të mëdhaja, apo ma vonë që quhen edhe krahina, apo që thojnë përgjegjës kryeplest që kanë qenë që është një traditë e vjetër me marrë vendime. Kjo çose thuaj ka rujt identitetin ardhnor thu. Në mesjet flitet shumë që një lloj bashkimi i fisnor me shujtë, për mesjetën e ka rujt edhe ai fisnor i lirë edhe ma pas fisnor i fiseve, se fiset të ne, shqiptarët që janë sot 12 e ma shumë në grupe dalin prej mesjetëve, shekulli 13-14 fillon riorganizimi, fiset i lire, ma pas fiset arbrore dhe deri te shqiptare. Kështu që ka pas ndikime, me siguri ka pas edhe shfarosjet popullatave se në sklaveri, domethënë ka qenë bota sklavopronari deri në shekullin e 4. Por një lloj civilizimi ishte një civilizim. Kushdo që zbarkonte këtu, romakët, Bizanti, kemi që atë kohën e kulturës të kuritrisë, për shembull Prishtinë, Tjertoria, arkeologjike, Hynesha në Fron, apo i kemi lokalitetet përreth, Dardhishta, Barileva, Lupçi, Poshtëm, te liçeni Batllave se kemi në këtë region, Gjetjet arkeologjike, po gjetja arkeologjike 6.000 vjeçare mbrapa, domethënë shumë para krijimit të popullatave. Ma pas e kemi edhe në Ferizajt, Varoshi, Zllatari, edhe kemi në pjesë të tjera të paraqititur neolitin, gjithandaj nëpër Kosovë, por edhe në Shqipëni, në Maqedoninë, sepse edhe Maqedonia ka qenë një botë. Që këto gjetje tregojnë që popullsia që ka jetuar në gjithë këtë habitat relief gjeografik ka pasur zakonet njëjta, kulturë të njëjtë, traditën e gjuha, besoj që ka qenë identike. E komunikimit, me qënë se ja përdorur. Me gjuhë janë marrë studios ndryshëm, thuhet që gjuha e sot me Shqipe nuk mundet me vërtetu 100% gjuhën e vjetër i lire, por rrjet për saj sepse ndikojnë greqizimi saj edhe latinizimi, apo edhe ma pas gjuhës slave, apo gjuha osmane, në për histori. Por gjuha Shqipe është drejt për drejt bije i lirishtës. Edhe kështu o zhvillu edhe te populata, ka pas regionet që janë shkretëru krejt. Kemi një histori do pjesë, kur e merë një luft, apo për shembull që njifen këto luftrat e shkatëruse, që thojnë edhe me plak, i djegë edhe e kallë gjithë vendin. Qysh kanë bo Atila, për shembull, apo Gjingis Khani ma pas në mesjetën e mesme, apo mesjetën e vonë. Thojnë, ka kanë shku, kanë shkatëru, nuk kanë lënë gjallë, me objekte me. Kush ishte më agresiv ndaj këtij territorit, këtij territorit madh gjeografik, të populluar me ilir ardhnor? Kush ishte më brutal? Shumë pyetje interesante, po ta tregoj lidhet edhe me kështjella. Ishin Bizantët, ishin romakët, ishin osmanët. Romakët kanë bo lufta, ma pas, më para, në periudhë gjatë, po kur e kanë vendos sistemin, është vendos pushteti edhe kanë pas sigurisht administratën edhe popullata fort nuk ka vujt prej aty në luftave të nda, sepse janë konë për nda me zonat interesit apo të sklavopronarve apo të ndikimit të pushtetarve si generat që kanë pas edhe që tojnë tokat vetat e të tjera të pushtetit. Apo senatorëve. Sepse Roma kishte betej me kishën e betej të jashtëzakonshme. Por ma e dëmshme quhet në histori ardhja e avarëve, në fakt hunve, që vinë hunët, shekullin e 4-5, edhe gotët, ostrogotët, vizikotët, shekullin po ashtu 4-5, kanë qenë shkatërruese, po me madhja mirët avarët, një populatë sot që nuk ekziston. Që pas tyne, po, këto lidhen shekulli 6-7, që e shkapërderdh sistemin e administrativ, edhe social, edhe ekonomik, po besa edhe trashëgimin kulturore që shkatërrojnë krejt. Por ata thamë që prej shekullit 6-7 shkatërrohet civilizimi këtu, edhe humbin me letra, me dokumenta, me shumë pak ka burime 7 deri në 10. Ska pasur përpjekje për të penjut mes jetës, që është shumë rëndësishme. Ka pas përpjekje, por për të dokumentu vimësin të trashëgimisë. Vimësia tash është veç dokumentu për studiosve kryesisht aspektin dokumentar, aspektin argument. Kam fjallën për periudhën e mesjetës. Po, mesjetës, neve na kanë zgjedhur problemin gjermant, etnogenezën,
kanë punu prej Leibnizit, shekullin 18, e tutje, krejt Gjermanë, ja kanë regullu historiografin. Kanë bo vlera ashtë më dha sa ne nuk ishim sot si kur mos ishte bota Gjermane. Jo për interesat e saj, apo jo që ju ka interesu Gjermane me mishit shqiptarët, e sot shumë Dardana apo i lirë, por studimet shkencore i kanë avansu. Edhe sot Gjermanë miren me studime shkencore në botë ma tepër, ma pas edhe francez pjesërisht. Austriak. Edhe Austriak një botë për shekullin 19 që është shumë i fuqishëm. Edhe ne nuk bën me i haru ato të mirës shkencës, edhe jemi këtu. Problemi është avarët edhe slavët. Ata shkatrojnë civilizimin. Edhe civilizimin arkitekturor, qyteteve 6-7, edhe shkatrojnë çdo gjë që ka qenë në kuptimin modern, sot me thonë, civilizim. Edhe tash të ne kanë bo dëme deri në shekullin 11, nuk janë vendos 12. Edhe më vonë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nuk ishte vetëm një, po. Problemi është luftat kur shfaqen, sepse në një kohë, në periudhën para romake edhe romake, qytetet janë shtri edhe në rafsh, se s'ka pas tendencë luftra. Që e ki rast Ulpianën. Ulpianën e sasme. Dhe më thonë qyteti është ndërtu, edhe është bot që taj ndikim, ndërhyrje, moneda, parave. Relievi geografik, Malor, Shkëmbor. Po, jenë vendos në fusha. Ma vonë, shekulli 5, që to ndikimet hune avare këto, e ashpërsojnë rrezikimin e qytetarëve apo banimit qyteteve në fusha dhe ikin në kodrina. Zakonisht, kështjellat i ki, asë një kështjell nuk e ki, ma prej shekullit 4, 5, 9, 500-600 metra në alësim bidetare. E i ki deri minimi, për shabot që në Nova Bërda 1.100 e diçka, ajo është ai faktori që ndikon e rezultat kush ka qenë ma dhunus, kush ka qenë ma shkatërus. Në më thonë romakët, në kohën romake, deri në shekullin 4, qytetet janë zhvilluar dhe rrafsh, e ki edhe Therondën, që mendohet të ubikohet me Suarekës sotshme edhe Prizrenit, kanë qenë rrafsh. Ma pas parasitet nevoja në kodrina për më mbrojt, me pas edhe onën e geografike për mbrojtje. Kështu që merret që është ma e dhunshme që kjo ardha avaraslave. Kryeheroi Skënderbeu më intereson, profesor. Ne raportojmë gjithë që ishte një, si me thonë, një vizionar, i cili ditë të bënte edhe marrëveshje, ditë të bënte edhe lufta, ishte një strateg dhe politik edhe ushtarak. Edhe strateg politik dhe ushtarak. Sa i kushtohet së dënësi figurës Gjergj Kastriotit? Teksa po e shënojmë 620 vjetorin e... është interesant të rritë. Në Kosovë i kemi dhonë rëndësi shumë kësaj periode dje që deri në vitet 75 është. S'kemi pas drejt as me mësu në shkolla fillore historinë prej ilirëve të. Tek që atëherë hinë në tekste shkollore që kemi prej ardhe shqiptar prej ilirëve në pikat shkurta, deri në vitet të 80 fillon një farë zhvillimi pak ma shumë në këtë aspektin kombëtar me punu, edhe vazhdon deri më sot, por mendoj që to 10 vitet e fundit janë shumë ma pak të interesume. Pak disi dolen do rryma dhe unë mendoj që edhe disa njerëz nuk e kom ndërmend sot me akuzu asken, por mendoj me vendisu diken që është kolegi imi, apo disa, sepse po ka teza interesante. Ka rast që një njeri mund të shkruan edhe punim shkencor, Skënderbeu shteti kombëtari Kastriotit, apo shteti Gjergj Kastriotit në mesjet, e ma vonë kur e interpreton apo e ndron bindjen, me thonë, valla ka dalë se nuk ka qenë ndoshta bash shtet, ndoshta nuk ka luftu, që shenë do pretendime bash me Osmanët në qatë formë, ndoshta Osmanët nuk janë okupues këtyre trevave. Si këtyre skeptikve, këtyre zërave, se Osmanët nuk ishin poshtues. Po, unë mendoj, ju kumë përgjigj edhe ma herët, Osmanët janë poshtues sikur gjithë të tjerë. Bile, me marë historinë, me folë drejt, edhe me folë me argumente, rezistencën më të madhe në këtë pjesë të botës, Evropës jo glindore, mëjmë me thonë një farë regulli, i bën Arbëria.
prej vitit 1385 deri në 1501, kur qyteti I fundit bjen në Osmanët, është bërë rezistencë, dhe më thonë 160 vite rezistencë vetëm të arbrort. Kundërshtim me tjerë, ka mendime serioze që është shpëtu edhe bota perëndimore. Nga beteja lufta që këshin bërë arbrënorët. Jo vetëm periudha Skënderbeut, sidomos e Skënderbeut në periudhën e vete 25 vjeçare me gjithë ato fushata me Rememani ka rezistu Mehmeti II pushtuesit që ati fati, pushtuesit, aje pushton Konstantinopolën, nuk mund e merr krujen. Apo sune gjunjëzon Skënderbeun. Kështu që ka qenë popull luftarak. Përse ndodhin gjykimit tuaj kë paqëndshmëri shkencore, ose rënja interesimit, që po thonë në faza, është interesant. Unë mendoj që çdo ndërhyrjet për rreth të historiografive tjera, se na kemi pas edhe nja 5-60 vjet, gati 100 vjet tentim që Skënderbeu me qenë edhe me prejardhë sërbe. Po e thonë Ka kjo pjesa e njerëzve që ka bot kuptim se Osmanët nuk ishin pushtues, kështu flasim për Gjashkastriotin. Osmanët janë pushtues, janë okupues, kanë bo barbarizma, kanë bo genocid, po për patkes kemi mujtë me shënu si sot që pej, sepse genocid edhe sot s'po mujmë me vërtetun luftën e fundit që jemi akter që e kemi pa, kemi përjetu luftën, sepse ka kritere, e jo në atë botë ku s'ka shënime eksakte. Mirë po që kanë qenë pushtues klasik, e mas shumë ti kanë luftu kundër arbrorve apo shqiptarve, janë Osmanët, mbi 100 vjetë, kur pa ndalë, reshtu razi. Merë me menën qofë se japet një statistika përsisht, se nuk ka statistika për popullsi, unë e kom zjerë prej shumë studiosve, mund të merët që në shekullin e 15 shqiptarët kënë qenë përsisht 3 milion të 3 milion e gjysë banorë, 15 po flasim, edhe në shekullin e 20 hy me 2 milion dhe 2 milion e gjysë. Pse? Ku meten ata njerëz? Braktisën u vran luftëra rezistencë pa ndalën, sepse shqiptarët apo arbrorët nuk e kanë dalë luftën, edhe pse I kanë shërby në periudat ndryshme si shqiptare, vezire, po këtë dëshmon edhe lidhja Kuvendi I Lezhës, po mendoj. Kuvendi I Lezhës, po se po. Këtë dëshmon shumë e vonë dhe periuda rilindjes tonë kombëtare, lidhja shqiptare të zridhe. Po, kuvendi, lidhja shqiptare, kuvendi Arbrit ma herët. Po, këto janë qëto vetit e dashjes së kombit në përko, edhe ne si kemi shkëput edhe sot, për fatkesh krejt këto periuda kanë shku me nxitje, me ndërhyrje, me tradhti, me ndikim të faktorëve që po na ndodhe dhe sot, ndikimi I armisëve në kuptim, sepse armisë që kemi, nuk mundi me thonë që kemi mik veriun sot Sërbin, kur kemi pas luft me ta dhe me shujt mik. Ne duhet të ndërtojmë raporte. Por disa herë unë bëj humor edhe thojnë... Por nësë harës çfarë ka ndodhur? Po, marrëdhënie. Shisho, marrëdhëniet janë me dëshirë. Raporti është me zor. Sepse shoh studiues që bojnë, ka njerë gabim termin marrëdhënie, apo marrëveshje, apo edhe raport. Marrëdhënia është me vetë dëshirë, raporti është I domosdoshëm, domethënë si ka shkon. Mendoj që kemi... Ashtë që habitati sotëm kulturor, mjedisi përgjithshëm, sidomos nuk po e përfshirë Shqipërinë këtu, se duket që ka një realitet tjetër nga Kosova, ta zëm e populluar me shumicë shqiptare, nga ajo pjesë e Maqedonisë Veriore e populluar me shqiptar, nga pjesa e Malit e Zi. Duket që ka në gjithë këto 25 vite një të ndim të madh të kësaj shoqërie për të përballë me një presion të tjetër kulturor, ato të indoktrinuar në base nga ligjërimet e pavenda dhe të pakoshme që mund t'jenë nga klerekët. Sepse ti e din shumë mirë, ki përvojën edhe din shumë njerëz që në ku ka probleme pas luftrave, ka shpërdoret, ka profiterizma, ka ndikimet brendshme, të kemi pa edhe ne, po ndikimet më të mëdha merren çat periudhë të tranzicionit. Ne ende jemi në tranzicion, ende nuk e kemi shpall shtetin aktualisht me I përfunduat vinë përfundimtare deri në OKB, Ulsen apo të tjera, si jemi as
dështoj edhe Këshilli i Evropës për fatin e keq. Tash me 13-14 maj është një shans, duket se edhe ky shans do të jetë i humbëm. Sepse merrna me politikë veç as sa më intereson mua, edhe du me ditë çka po ndodh. Nuk jam politikan i shpallur, po merrna me politikë për nevojat e mia. Problemet lindin edhe po gjinden në vendet ku po shkon tranzicioni. Ne sot kemi, po flas ka ndikimi i ndikimeve të jashtme në aspektin religjion. Po. Unë nuk jam kundër kishave, as kundër xhamia. Kemi ndërtuar xhamia janë mbi 900 në Kosovë. Janë ndërtuar shumë pas luftës. Por edhe kisha ka pas tendencë pjesërisht. Janë zhvilluar edhe rryma, si kjo e Llapushnikit apo të tjera nuk ka pengesë, por mes janë të kontrolluar. Problemi është që ndikimi po vjen në kohën e jo kohës, me shti për sharje, edhe ke po ma pas tashona bota slave me kishat, me problemin e kishave, me dëmet 2004 që ju bon kishav, një lloj hakmarrje shumë e pa logjikshme, e pa nevojshme. Miliona me këndon Serbia, po mendojnë në agjentura për me kriju rrethonat politike të atij niveli s'kish mujt rid me bo saj kemi bo na vetës me atë par një lloj me qujt revolucion në 2004. Mu dëmton 30 diçka kisha, u dhana 15 milion pej pareve tona me ndërtuet e tjera. Po politikisht, a diktoj edhe ajo procesin e bisedimeve në vjen, apo ekipi ynë nuk... Dikoj, unë menoj edhe këmë thonë edhe 2-3 vjet na ka shtu edhe pavarësinë e Kosovës. Me sigurin tardhmen, po. Me sigurin tardhmen ka me dalë që për një 2 vjet s'pakti, edhe akti juridik i shpalljes pavarësisë o shty. Ma pas e ki prodhimin e ligjit për trashëgimi kulturore zonave të veçanta të mbrojtura. Nuk është territorialitet i plot i atij statusi, por kanë përgjegjësi shumë të mëdha dhe kanë mbrojtje legjitime në vendet ku i posedojnë. Nëse shkenca insiston për të rrisjellë në tavolinë edhe njëherë faktet e përmbledhura shkencore mbi gjenezën e etimologjinë e trashëgimisë kulturore, mund të shojnë në gjobë, profesor, keni shpresë për atë, që atë them për atë postmat trashëgimisë kulturore që është përvesuar dhunshëm nga regjimi i Tirani. A kemi mundësi me mbrojt në argumente? Kemi mundësi me mbrojt, me shty dhe me ridiskutu në një moment, a mund të vijë ai moment? Mund të vijë, nëse dojnë për shembull çdo status special që votojnë apo eksterritorialitet. Unë besoj se nuk është i nevojshëm sepse me ligjin për zonat veçanta pothuajse është ajo ndikim, por është një mirë në ligjin për zonat veçanta se kum punuar me to me ligj trashëgimisë kulturore shumë vite, që dyja të shtin me bashkëpunu. Është ato një KZM, Këshilli Zbatues Monitorues, që përbëhet nga një studios, një ekspert i jashtëm, atëherë ka qenë i UNMIK-it, ma pas i EULEX-it, ministri i infrastrukturës kulturës, Bashkësia Islame dhe Bashkësia Ortodokse. Është një konglomerat me marrë vendime. Unë besoj që kjo është zgjedhja më e mirë. Edhe këto mendoj për një me për Kosovën, për Dardanin, të ruhet, të konservohet, të menbat, e trashëgimi si trashëgimi e Kosovës, jo trashëgimi e Serbëve. Po është problemi Mark Krasniq që ka pas shujt i pari, i ndjeri profesori akademik, është ndërpartë edhe shqiptar, kum pas fatin që 10 vite kum punu me ta, kum pas një këshill shkencor, e unë isha një koordinator shkencor, projekteve, drejtori projekteve shkencore në institut, një 7-8 vite ka qenë antar, edhe Zekiria Sana të ndjerë tash njerëz me epitet që kanë pas botë akademike, kom mësu shumë prej tyne. E përmenda profesorin Mark që është marri pari njeri me kishat ortodokse dhe rujtjen e tyne prej familjeve të mëdha shqiptare, vojvodëve që i shuajnë. Për ata nga një kesë si ka njëherë pat keshe, e përshëndes nga njëmë, se ja përmen a jamnin, dhe na jemi vojvodët. E kanë ru kishën atje në atë region. Kjo është e vërtet. Ma pas familjet reznisje do tjera Fise, Gashi, Berisha, kishat janë ruajt. Janë ruajt prej shqiptarve. Po ashtu në kishën e Graçanisës, janë autorë sërbë, që pak na ju kemi dhonë për pat keshë, qytetarve dije se që ka ndonë. Deri në kohën e Jashar Pash Gjinollit, që ka qenë pasha i gjysmës teritorisë sot shumë të Kosovës. Sepse kemi qenë edhe këtu në pashallëshet Kosovës është punu shumë pak.
Na kemi pashallukët 3 pashallëshë, që ekzistojnë 60 vjetë dhe 100 vjetë. Gjinallët që kanë teritorin shumicës sotme, Mahmud Begolajt Pej edhe Rotulajt Prizren. Shumë pak ka punu historian tonë, edhe periudhë e re. Edhe politika nuk është marrë shumë me... Graçanisën, Jashar Pash Gjinolli, pronë e tina, kalon një prift pop i kishës Shën Arkangjeli sot, jo Arkanxhelit, po Levishës, që thonë Shën Prana, ortodoksi, po prifti i tina me një shërbëtor. A e shërbëtori i përzim, jo gjak, as sërb, as shqiptar, as malazjat, i përzim, do më thonë, ma shumë ras e verë. Edhe i lutët Jashar Pash Gjinollit popi, edhe për nder të respektit, ja falë kishën në rënoja, në themeli, pa kullu me, besë rënojat e kishën me plot, me thonë mbeturina, kishës ortodokse, do më thonë ja jap Jashar Pash Gjinolli, edhe historiografia sërbe Jashar Pash Gjinolli në shpalli njerin mas shumë të që i kanë mjekë sërbe i ka vëra, është e pavërtet. I ka rujt, i ka mbrojt edhe që kishën manastirin e Graçanisës ja u jep në ndikim fetar me mbajt. Edhe aje lën qatë personin me një rast përzime, prifti i Shën Pranës apo Levishës, edhe ato fillon kisha Beogradit në atë kohë. Me dhonë parë edhe ndërtohet. Edhe rinë ndërtohet si mbas shefit ty, në dikon me ndryshim stili, sepse asë një monument original nuk e kemi në Kosovë, po jo në Kosovë, asë në Balkan. Kretë janë rinë ndërtimin fund në 19-ës 20-ën, kështu në arkitekturë. Mos me nën kush që janë originale. Për fund fare, se emisioni televiziv ka këtë natyrë, mund bëjmë bisedë në base me orë, edhe nuk do të na... Mësën le shumë me folë, se s'di më nalë të nëjë. Për fund, çdo doje të sheje që do të përmbush të vërtet, po të sheje në këtë fushë sot? Shisho, unë në këtë aspekt, se e përmenëm këto 25 vjetë në këtë amullin, këtë pjesë të formimit shtetit, në këto ndryshime, se ndajnë 2008 na patën protektorat, tash shtetin tonë edhe mjegulla, rrymime, ndikime, ka edhe lindja që ta shumë xhamia janë marru, nuk i dihet financa, financimi, besa edhe kishave edhe të tjera, e kom përmen edhe dikun ligji duhet me bë për bashkësi fetare. Nuk është. Nuk është, për fat keq edhe politikisht të shty, sepse kom pak një honi. Duhet vota edhe të fyshte... Po, edhe duhet vëhet ai ligj, edhe duhet të ndrohet, e kumë tonë një herë edhe me profesorin Arsim Bajrami, që me të vërtet është një shumë i mirë i aspektit juridik legislacionit, e kemi diskutu. Unë kësha vlerësus çdo herë, edhe në punim me kom vlerësus, që është e drejt studimore, që të ndohet historia e kishës si end, si institucion, që edhe e kom do, edhe historia monumenteve kishtare. Sakt. Sepse të ne nuk pëndajnë, të ne pëmbashkojnë. Edhe unë ja kësha dhonë venin me të hupë, edhe bashkësive fetare, islamë, ortodoxe edhe katolike. Kisha me dasht me ju dhonë statusi edhe mbi këshyrja, mës me hy pare askun pa kontrol. Shqo, ku të hinë parja pa kontrol? Atu keme pas... Musit abuzive të mëdha, po. Edhe kanë hy për fatin e kesh. Kanë hy në Kosovë, sa kanë mujtë këto 25 vite, mirë është mbajt, ka pas mundësi edhe ma kesh me përfundu situata, si mbas disa studiosve që merren. Donat nga aspekt të sigurisë nga institucionet dhe zbatimit ligjit flasin që nuk është puna në shqetësim. Po nuk është gjendje e mirë. E di edhe rastet e fundit që po ndodhen, po shteti duhet të ketë ma shumë kujdes ndaj këtyre rasteve. Për fatin e kesh, unë e di që disa gazetarë po ndjekën, për fat kesh e jo disa struktura që janë dëmshme, sepse gazetaria urime për ligjin që nuk kaloj. Po, për këshillë pa barë për këllën, po. Po, problemi është vend më ndjek njerëzit, edhe njerëzit që bojnë dome, apo edhe njerëzit që shkruan kesh në histori. Pse jo? A historiografi është i dëmshëm. Ata shkojnë ndjekin do analista, shpesh herë çuditshme, edhe dojnë me nalë zërin, bile merr dhe kesh edhe kjo informata për rënjen e 24 vende ka ra Kosova në indeksin e... Po thuj se kesh me ra ma kesh se sa dhe disa vende tjera s'pe përmeni. Për fat kesh. Të falenderoj, profesor, për kohën, profesor Exha, që gjetët jesh me mua këtu në këtë intervistë. Edhe për juve, më falni pak lidha dhe politikën. Jo, unë ju nëzita pak. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.